roli i Vebitibrës në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, në dhënien e fetvas për përdorimin e flamurit kombëtar dhe më vonë në organizimin e komunitetit musliman shqiptar është i padiskutueshëm. Veprimet e domosdoshme në momentet e caktuara. Në qoftë se analizohen këto veprime nga ngjarjet që rrodhen më vonë në Shqipëri, është e dukshme lartpamësia e këtij intelektuali me shok. E themi me shok, sepse në korrelacion me aktin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, është edhe veprimi i kolegut të Vebitibrës, Hafiz Ali Podgoricës nga Durrësi, i cili 2 ditë para se të shpallnin pavarësinë e Shqipërisë në Vlorë, ai ngriti flamurin kombëtar me 26 nëntor në balkonin e Bashkisë së Durrësit, kryetar i së cilës ishte. Nuk duhet harruar se ka ngjarje brenda kësaj periudhe ku krerët fetar musliman dhanë kontributin e tyre, si Kongresi i Dibrës dhe ai i Elbasanit të vitit 1909. Periudha e dytë, ku shihet kontributi i krerëve tanë fetar, është periudha gjatë viteve 1913-1945. Kjo periudhë ndoshta është nga më tragjiket, sidomos për krerët fetar jashtë kufive të Shqipërisë të vitit 1912. Luftrat ballkanike që sollen masakrat e tmerrshme ndaj popullit shqiptar, në fokus kishin edhe krerët tanë fetar. Në Kosovë, nga forcat serbe likuidohen imame prefrit të njohur si Mulla Ademi, At Shtjefen Gjeqovi e të tjerë.